Sot në Tetov protestohet për viktimat e tragjedive të fundit në Maqedoninë e Veriut. Ata kërkojnë llogaridhënie për 14 të vdekurit në spitalin modular, 45 në aksidentin në Bullgari, 16 në Llazkars, si dhe kjo e fundit ku 59 të rinj humbën jetën tragjikisht në një diskotekë të Koçanit. Kjo protest është thirrje për drejtësi. Qytetarët sot, jo vetëm në Tetov, por edhe në qytete të tjera, kërkojnë ndryshime të thella në sistemin e drejtësisë. Pikërisht sot, këta qytetarë janë të vendosur dhe të bashkuar për të kërkuar drejtësi, një drejtësi ku është e munguar viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut. Po ky sistemi njëjtë vrau 14 familjarët tonë në spitalin modular. E askush më mirë se ne nuk e din si ndjehen familjarët e viktimave në Koçan, që humbën me më të dashurit e tyre. Ato u dogjën kurse neve vazhdon të na djeg shpirti çdo ditë se ne se bindemi që të gjitha këto tragjedi nuk janë rastësi. 4 tragjeditë e fundit kanë një të përbashkët, korrupsionin që i vrau gjithë. Mbi 100 viktima brenda 6 viteve të fundit. Kjo është një bilans i frikshëm, i cili po i prek vetëm njerëzit të cilët kanë ndjenja. Dhe kjo shifër e keqe asesi nuk po i prek ata të cilët nuk po i prek dot as ligji. Durmoturs, Spitali Modular, Besa Trans dhe së fundmi Puls Koçani janë ajo që qeveria e tanishme dhe para tyre i kanë servuar popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sot më shumë se kur është nevoja për pastrim dhe ristartim të sistemit. Është koha për zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar nga autoritarët e qeverisë dhe nga sundimtarët e gjykatësve. Sepse gjithçka duhet të fillojë nga zero. Këto raste që janë duke ndodhur, nëse do ishin marrë masa paraprake, nuk do të vazhdonin. Jo, do më thonë është kjo rasti 5 ose i 6 i rasteve tragjike ku kemi shumë viktima. Dhe tani të gjithë pyesim se kush do të jetë i arshmi. Cili rast do të jetë i arshmi edhe ne pastaj prap do rim në për Facebook edhe të shkruajmë statusa. Apel deri tek gjithë qytetarët të marrin pjesë në për protesta, ti dëshmojmë sistemit se ne duam ndryshim dhe kështu nuk mund të vazhdoj. Nuk mund të ngeli Maqedonia me 10 banorë, se ndryshe gjithë do ikim. Sot ndarë për viktimat, për spitalin modular, Koçan, për autobusin, për të gjithë. A mendoni se do të ketë drejtësi për këto raste? Po unë mendoj që të marrin hapat, që të mbillin këtë procedurë një herë për gjithmonë. Ju personalisht a besoni në sistemin e drejtësisë? Shumë pa. Këtu me siguri ka dorë pushteti apo politika. Ne sot po protestojmë për drejtësinë të cilën neve na ka dështuar si një sistem i cili është jashtëzakonisht i dështuar, prandaj iniciativa e ka edhe emrin Zero, është një zero sistem, 000 për gjithçka për këtë sistem të dështuar që viktimat po na shtohen çdo ditë më shumë.